Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri vijon takimet në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Gjatë kësaj të mërkure, kandidatja Çakëri u ndal në Novosel, ku vizitoi një nga bizneset e zonës. Në Novosel pata kënaqësinë të vizitojë një nga sipërmarrjet më të suksesshme të Vlorës, thot ajo, me një eksperiencë 15 vjeçare në aktivitetin prodhues dhe të orientuar drejt eksportit. Kjo kompani është shembulli një sipërmarrje vlonjate novatore, që kombinon përkushtimin, profesionalizmin dhe vizionin afatgjat. Vlerësim për punën e palodhur dhe kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të zonës, shpreh Çakëri. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri vijon takimet edhe dermoder me qytetarët për të diskutuar dhe ndar problematikat, por edhe për të premtuar se do të jetë pranë tyre dhe përkrah çdo qytetari, çdo problemi e çdo shqetësimi pas 11 majit, kur të jetë në kuvendin e Shqipërisë. Takime dermoder me qytetarët, sepse çdo zë ka rëndësi, si mendim na frymëzon, thot kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Briseida Çakëri.